Hey guys, welcome to Redline Talk Show. I'm here today with Liliana and our special guest. Her name is Albulena Beqiri, Albanian from Kosovo, a scenographer and a costume designer. Welcome to the show. Welcome to the show, Albulena. Thank you so much. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jam këtu. Albulena, ti tani ke ardhur në Amerikë apo jo? Sa kohë ke? Kam 4 vite e gjys. 4 vite e gjys. Okej. Ke nga Gjakova? Po, nga Gjakova. Je lindur në Gjakov? Po, kam lindë dhe jam rritur në Gjakov. Ku ke bë studimet? Studimet i bëra në Prishtinë. Fillova me banka, financa dhe kontabilitet, bachelor, po gjithmonë si fëmijë kom dashur shumë edhe artin, pikturën, edhe vazhdova njëkohësisht edhe pikturë. Më thuaj pak për rrugtimin tënd në Amerikë. Pse ke zgjedhur të vish në Amerikë? Qa na fol pak për si nisi karriera? Po atëherë ka qenë një ëndër e imja qysh fëmi. Fillimisht kom mendu me ardhë me studiu këtu. Okay. Po rrethanat ishin tilla që vendosa më nejt atje për edhe mi përfundu studimet atje. Fillova njëherë si studente në Prishtinë, vazhdova me Banking, Accounting and Finance. Okay. Bona bachelor, njëkohësisht vazhdova edhe për pikturë. Përfundova pikturën edhe fillova me punu si art teacher. Okay. Punova në shkollë fillore mesme. Më pas vazhdova edhe në universitet si asistente profesoresh. Edhe boja njëkohësisht edhe masterin për pikturë. Domethënë artin e ke pasion, besoj. Po, kom fillu me art, me vizatime, me piktura, qysh e vogël. Banking and Finance e ke lënë besoj pas dore se bën apo vazhdon të më? Jo, për shkak se nuk e kom pa veten aty edhe nuk e kom pa të ardhmen me punu diçka në finance. Po. E ke bë për eksperiencë. Për eksperiencë edhe për shkak se në shkollë mesme kisha bë 4 vite shkollë mesme ekonomi. Okay. Edhe më pëlqen shumë finance edhe marketing. Pëlqejnë numrat? Po që nuk. Okay. Po që nuk e vazhdova. What was your first passion that sparked an interest in the art world? Painting. Tell us a little bit more. What kind of painting? So I do abstract painting. Abstract, like oil on canvas. Oh, very nice. Okay. I also do murals too. Oh, okay. Por që si e vogël vizatime si në shkollë fillore që është Do you remember your first art that you created? Po, edhe i kam punimet në shpe akoma i ruaj. Edhe një ditë isha tu i tregu se dhe mbesa imi ka qef shumë pikturat, edhe ajo pikturon është 9 vjeqare tash. Edhe po i tregoja punimet e mija të kohës. Edhe po i diskutonim. Shumë bukur. Albulena, ti do më thënë kalove nga arti në skenografi. Po. Si ishte ky ndryshim, si erdhi ky ndryshim? Kur isha studente në Akademi të Arteve në Prishtinë, lënd këto ligjërata që i mbanim në fakultet, kemi pas akses të arti dramaturgjik. Okay. Se kur kemi dalë në pushime prej ligjëratave, kemi mujt me i pa në obor të fakultetit, ka qenë një pjesë aty që me gjama që kemi mujt me i pa aktor të majtë prova. Okay. Atyra është në dashni me teatrin, edhe aty filloj gjithçka, mandej kam qenë kritkohen në prova, i kom pa të aktru, u lidha shumë me skenen, u lidha shumë edhe me kostumet. Atër fillova dhe me punu me projektet studentave, si kostumografe, si skenografe, në disa filma, në disa shfaqje,
Do më thonë gjatë kohës sa kam qenë studente. Na thuaj pak për njerëzit që nuk e dinë çfarë skenografia, çfarë, domethënë si funksionon. Atër skenografi është artisti që bën dizajnin e skenës. E skenës, okay. Në Domethënë çdo teatr, detaj, qoftë në teatr, qoftë edhe Në film. në film or production designer. Okay. Do më thonë mirësh edhe ngjyrat, edhe e përshtat edhe skenën, temën, edhe kohën, varësisht prej kohës Ti merresh me veprës. çdo detaj që ka të bëjë me komplet skenën, po ta quaj. Me skenën, po. Si nga veshja, Si kompozim, si nga kompozimi, atër veshjat janë kostumet. kostumet. Po e bën Po. edhe ata apo jo? Edhe kostumet, po. Po. Shumë interesante kjo pjesë. Ka nga ana e karrierës po flasim tani për skenograf, ka domethënë shumë mundësi për të avancuar ose për të marrë projekte? Në New York është vështirë se konkurenca është shumë e madhe. Po. Kanë përparësi njerëzit që kanë provoja edhe në Evropë, por që gjithmonë si në çdo drejtim duhet connections, duhet me pas lidhje, kontakte. Unë këto kam vetëm 4 vite e gjys, edhe pse ky viti i fundit ka qenë shumë produktiv, se kam punu në 4 projekte. Okay. 2 shfaqje, 2 filma. Këtu në New York? Po. Që kanë të bëjmë me komitetin shqiptar apo jo? Po. Okay. Në maj e patëm shfaqjen Dostojevskit, Net të bardha, me regjit e Bujar Alimanit. Okay. Unë aty puna skenografin, edhe Nice. kostumet. Aty ka qenë fillimi për mu për këto vitet e fundit Okay. në New York. Më pas e bom një film shkurt me Tan Kazazin, është regjisor nga pra ata që se din nga Tirana. Okay. Tani jeton atje, por që ishte për një periudhë kohës këtu, disa muj, edhe e punum edhe në filmun, i bona kostumet për filmin e Tanit. Më pas trupa teatrit Gjakovës, disa prej aktorëve, e kanë sjell një shfaqje të teatrit të këtu të Producers Club, edhe Okay. aty punova skenografin. Edhe projekti i fundit në tetor ishim me xhirime në Kosovë, në fakt, por që projekti ka qenë amerikan, një film horror. Michael Cassis e ka bo regjin me produksion të vëllezërve Krasniqi, Kras Production. Oh, nice. Ti ke punu edhe në Kosovë edhe në New York, 2 vende shumë të ndryshme. What has each one of these locations taught you for your work? A ka ndryshime kur punojsh në këto vendet? Ka ndryshime, është eksperiencë ndryshe. Në Kosovë funksionojnë, kisha thonë, gjanat ma ndryshe, mëson ma shumë, atje, jena ma gjithanshëm, se i bojmë gjitha punë, nashta edhe pjesën teknike, edhe pjesën kreative, unë si skenografe. E bëjsh se dish të gjitha. Po. Edhe si funksionojnë gjanat, ma Independent? yeah, po, dhe je nashta nimon ma shumë në kreativitet. Po. Këto i ki teknik të skenes, për shembull që ti nuk s'ki nevojë më marrë me pjesën teknike. Për shumë mirë, ke dizajnin ashtu, po. E ke experiencën creative edhe teknike edhe bashkuish me një. Po, ashtu. Albulena, të mungon Kosova? Ku duket më mirë si jetesa, këtu apo andej? Pa tjetër që mungon Kosova, edhe mundona me shku 2 herë në vjetë. Për shkak se familjen unë e kam atje, por që me jetu tash e kemi pas
qëllime, vizione, Po. edhe kemi arë këtu për Po si mundësi po ma të duket? mira edhe për jetë ma të mirë. A ke ardhur vetë? Edhe, po. Si po duket jeta më mirë këtej? Po, mirë është, po, ma mirë o këtej, për mu mirë ka qenë, edhe pse erdha në kohën e Covidit, Okay. periodi jo shumë të mirë, Po. por që më dhije më fatë që kanë rrjedh gjana qysh kanë rrjedh deri me tani. A cila këto projekte që ka bërë deri tani ka lënë më shumë po ta them ka qenë breslëndës që ka bërë që kujton edhe sot? Kjo provoja fundit të filmi horror. E The filmi Sixth. horror? Po, se ekipa, aktorët kanë qenë krejt të Amerikan, një pjesë kanë qenë të Anglis, ka qenë edhe një aktor e Italis, edhe regjizori ka qenë Amerikan, e përvoj pak ma e veçantë, se deri tash kom punu ma shumë me shqiptarë. E konkretisht ç'a bëre për atë projekt? Unë jam konë skenografe, Skenografe. production designer. Production Film, designer. po. Okay. Art director për pjesën artistike të, do më thonë, gjithçka që ka të bëj me Me skenën. skenën, po. Po jo me Në kostume. film. Jo. Okay. Si marrish punë për skenografer? Atër këto shkojnë përmes produksionit. Edhe regjizori mundet me të propozu me nej projekt, por që mundesh edhe me apliku vetë në për teatro, në për productions, kështu, por që gjithmonë shkon me Who you know. connection, po, se me ta di dikush punën, me di sa kreativ je, për që me të besu për punën që ta jep. Sigurisht. Po ta them në anglisht se mas është më mirë. What has been the biggest challenge in establishing yourself in international film and theater? Kjo është veç puna e connection. Connections. Po. Edhe këtu duhet me build the credits. You have to have a portfolio. In New York, po. Mm. Për ndryshe prej Kosovës, se atje vendi vogël edhe nuk ke pse mi prezentu veten, Po. se kretë njohen. Po. E din krejt komuniteti vogël, e din gjithë punën tonë, që ka bëhen që sa je aftë, edhe sa je kreative. Këtu është vendi shumë i madh, edhe këtu gjithmonë duhet me network. You have to go to as many parties, events, keep Yeah, networking to create, yeah. in the art world, It's about the industry, in though. the industry world. I Yeah. think it's industry. It's not because in the Yeah. Albanian world, it's not No. it's not a big industry to begin with. Yeah, Um, true. Whoever's in the Problemi ma- industry, they know like Po. who each other are. There are janë sa që janë në industri, po nuk është se kanë në një influencë pak a shumë të madhe që mund të bëjnë në një, po që ka They're all po trying to do- make Ka it. tillë, po. What is your ultimate dream for your career? Where do you see yourself advancing? I want to be a good designer, Okay. a famous designer, Albanian designer. A designer? Yeah. You mean into fashion? Scanning designer. Oh, Production okay. designer. Production designer. Yeah. Okay. How are we gonna help her get there? It's I wish we had more contacts in this industry, but this shows that there's definitely a need for like something to bring all of the Albanian individuals in Together. this organization. Not organization. networking event. I think it would be nice to do a networking event with everyone that you know in the industry and say, Yeah. how do you Artist guys networking. Learn Yeah. from each other. share resources, Yeah. contacts? You know, that's how you usually do it. Do you find any help and support from the Albanian community that are in this industry? Do you even know who they are? Po, por që doja që kishim më shumë Po. mbështetje. Po. Gjeni më shumë mbështetje E te komunitetit. njëri Te tjetri. njëri po. tjetri.
Okej, një pyetje tjetër. Kush në komunitetin shqiptar mendon që mund të ndihmojë te kjo pjesë? Në një emër që njihet? Fadil Barisha, Okej. që dim ne, Elton Iliriani, Okej. këto po më vinë në mend një herë për herë. S'ka shumë, jam shumë Nuk pak. ka shumë, duhet më shumë. Yeah, është një industri shumë Shumë e re për popullin tonë këtu në Amerikë. nuk kemi njerëz që kanë arritur aq shumë sa të kenë influencë, mendoj unë, nuk e di sa e vërtet është. Is there a dream project or a director that you would love to work with? Of course, we all dream Hollywood Okay. to get there one day, hopefully. A dream director, I have many, just, hope to get there one day. Kush pëlqen më shumë, filmi apo teatri? Teatri. Teatri? Më pëlqen shumë edhe filmi, po si pun kur jenë backstage, like gjatë procesit, kam ndjesi më të mëdha për teatrin. Okay. Te pjesa e skenografisë. Te kostumografia dyja prapë janë njëjta. Okay. Por që te skenografia mendoj që t'jep ma shumë hapësirë teatri. Mi shprej kreativitetin. Se te filmi i gjenë lokacionet, bën diçka prap, por që Also, the cameras you do cut, you wait, you fix it, versus in the theater, you have to go one scene to the next scene and have it go smooth to change the whole look of the next part of the show. So it's a little bit more creative because you have to how do you use the resources that are already on stage to go part of a whole different scene, and then which ones you have to remove but not make it so obvious and do it fast. Yeah. Dhe është hapësira shumë e vogël. Yeah. Në teatr edhe dush me qenë ma kreativ për me ditë me i bo skenografinë edhe dizajnin. What's the most exciting part for production design? That you like the most? Çka është ma exciting? Yeah. Por që je gjithmonë në projekte ndryshme, je gjithmonë në situata ndryshme, ndryshojnë projektet për njëna për tjetrës gjithmonë, nuk je gjithmonë me një vend. Okay. You have to be in different places. Edhe dush me qenë kreativ. Do you have to go around and go shopping for the stuff that's going to be on the set, or you just have the idea, you tell them what the idea is, and somebody else then goes and finds all of the furniture and the pictures and what you're going to put on the set, even where this cup is going to be placed. You have to identify which cup is going to be there while they're drinking, their coffee in a scene. Do you do that too? Te pjesa it depends on a project. Okay. Varet prej buxhetit, prej shumë gjanave tjera. Por që në Kosovë që kom punu në disa projekte, u dash më marr edhe me këti pjesë. Por që ka projekte që merresh vetëm me pjesën e dizajnit, edhe ka njerëz tjera. Teknika është prop master, personi që merret me rekwizitat, edhe i siguron rekwizitat, vetëm i tregon çka, domethënë, është komunikimi që i tregon çka duhet. And then you have final approval if yes, I like it or I don't like it. Ultimately, the last product is your product. Yeah. Okay. Correct. This is interesting. You're the first stenographer that I've met. Yeah. Yeah. Same here. I haven't met anyone.
I didn't know that even existed until today. Yeah, film industry and yeah, theater është. It's amazing. Edhe ka shumë profile. Yeah. Sidomos këtu, për teatr, e ki edhe personin që merret veçanërisht me rekwizitat, dizajnerin e skenes, personin që merren me dekorin e skenes ose pikturën. Mhm. So many So different. they're separated. Po, separated. Këto janë Këtu separated. në Amerikë janë separated. Në Kosovë bësh Ne, gjithçka. atje, në That's Kosovë why që in mi all Kosovë in. you do everything. Yeah. She's an all-in-one in Kosovë. Here they have it divided. Plus unë kum pas gjithmonë përparësi se për shkak që kum bo edhe pikturën, për shkak të pikturës edhe i di edhe ngjyrat ma mirë, Po. edhe për këtë shkak edhe kum pas ma shumë përparësi. Po këtu, cila pagon më shumë? Nga këto që thedi. Skenografia po kostumografia. Po. Prap mbaret prej projektit, por që skenografia. Skenografia. Po, patjetër se ka shumë ma Mhm. shumë punë. Po. Edhe pse mundesh me pas projekt që janë 200-300 aktorë. Okay. Prishtina or New York City Energy? Kush më pëlqen më shumë? New York City Energy. Yeah. Edhe pse Pse? edhe Prishtina është shumë gjithmonë është gjallë, është Po. dinamike, Se njerëzit jeta thojnë se një edhe Prishtina atje, është por që shumë- e ka energjinë jo Por si që- New York, unë po, është një jetë energji, they're always, alive and I like the vibe here better. yeah. Po, Okay. po, I love my country. Po, You can't compare. It's Po, different. too It's different. different. Some days you want the Pristina vibe, right? And some days you want the New York vibe. It You know, when you're depends. not feeling good. You want to be in the Pristina vibe. Yeah. You want to be with your friends, with your family, with the nice local, restaurants and coffee shops and, that Yeah. warmth feeling, the people. Yeah. True. Then you come to New York, it's cold, it's, a lot of new people, but that's exciting because you Yeah. get to meet new people. So the Yeah. energy is All the different. time. Yeah. What's a theater production you dream of designing for? Like what style? Like elaborate. A theater production. Broadway. Broadway. That's where your ultimate goal is to be in Broadway one day and do a production there. Yes, of course. It's very tough. I know. So I heard. I don't know. Yeah. But I'm not That's sure. what they say. Yeah. Have you ever tried to apply? See if you can get. No, to be honest. We should I try it haven't. with that first. I have to. I gotta do that. Submit an application. Just submit. Just get into the door, even if it's for a small position, and then work your way up. Yeah. Build it up. And then on the side, you do the off Broadway, just Yeah. to get the experience, build up your portfolio. I mean, some of these Broadway plays, it's fascinating how I look at it all the time, like how they go from one scene to the other, and like you just blink and the scene has Yeah. changed. Like, how did that Magic. happen? I just turned my head, True. It's very fascinating. I guess tell us, is there now been artist, past or present, who inspires you? Many. And I would say, and for painting, Mm-hmm. është Muslim Mulliqi, Mm-hmm. artist, piktor, me origjinë nga Gjakova. Punimet e ati gjithmonë më kanë inspiru. Okay. Ka hap Universitetin e Arteve. Po, ishte një prej themeluesve të Universitetit të Arteve në Prishtinë. Very nice. Ande është Pashk Prevathi, Okay. që është shumë i mirë. Okay. You said that you've also done murals. Can you tell us a little bit about those projects and what inspired you to do the murals and where? Për shkak që gjithmonë më kone lidhën me pikturën, nuk është e njëjtë sikur me
me pikturun në pëlhur, por që është pothuajse e njëjta gjë. Edhe kum fillu me murale ka vite, tash kum pas një projekt në Connecticut, e kum bo një mural, por që kum fillu edhe këtu me piktura murale. Por ata që janë të interesun, këto muralet bojnë për dhoma ditës, dekore, në mure, dhomat fëmijëve, korridore ndoshta. But what do you, ç'a përdor? Spray painting you use or no? Jo, ngjyrë, jo spray. Acrylic. So Okay. she's doing acrylic, Acrylic. murals and indoor spaces that could be for your house. So like in a kid's okay. room. if Not that- outdoor. You didn't do outdoor. Edhe Other jashtë. outdoor, but the Bon, ones edhe that she's talking about now is like, say we want to redo our son's room and we want to have a whole mural because he loves dinosaurs. You can call her and she can do a whole beautiful Okay. wall Yeah. of dinosaurs or, Okay. you know, balloons or whichever. Yeah. Yeah. I guess, is it tough for young artists that are trying to make it into this industry coming here? Do you advise that, or like, what's your opinion? Everyone should try it. Yeah. If they, no matter what. yeah, është gjithmonë experience. Na gjithmonë mu këtu mrapa. Po. E kemi shpini, kemi Yeah. familjet, E kemi i kemi gjithçka. gjithçka. Edhe kur Gjithmonë kthesh mu prap, këtu, kthesh me experience, nuk kthesh me nuk kthesh me durët bosh, bosh. edhe prap e vazhdojnë aty ku ke lënë. Po. Me ma shumë experience. Me, po, dësha të Prej, thëja. yeah. Po. New Yorkit ose kudo që janë në Amerikë. Po, Edhe i mundish të këshilloj- marrish një idea, edhe e marrish mbrapsh në Kosovë, edhe mundish të punojsh një gjë ndryshe atje, se e ke marrë një eksperiencë e veçantë. Po, patjetër. Nëse të krijohet mundësia, ka shumë që nuk e gjejnë veten këtu dhe kthehen, po si experience, më ardhë, më provu, po patjetër. What's a project that you hope to create one day? Ta kem studion time të artit për pikturë. Okay. Ta kem një atelier. Soon. Të kesh një studio të artit që të Për pikturë. për pikturë, Mhm. që të punosh aty, Po. apo jo të display. Të dyja, Ajo është- punojsh punon display edhe edhe display. në një stall the Tojnë pictures. të dyja. Ja, Yeah. Okay. shumë bukur. Me Ta kem- suksese. Faleminderit. Kam shumë Është diçka të konkrete, ondra apo? tilla, po. Ka por diçka që- konkrete apo është thjesht një ëndër tani për momentin? Po, se këto shkon to, you gotta build up. Mhm. Punon piktura, Mhm. edhe e gjen një space, edhe për I mean, Po, we duhet can me also pasi. do art shows and just you can display Po, your ajo your është- art as well. ajo është exhibition. Yeah, Asnjë exhibition. Vetëm, po. Mund ta bësh, e ke bërë ndonjë exhibition apo? Jo, këtu jo, nuk S'ke bërë as- e kam plan edhe ata me bo. Okay. Soon. Okay, let us know. Vitin ashëm, po që më duhet edhe pak ko. Do you have a lot of art Paintings, paintings that you can show? kam ma shumë Në Kosovë. Po, Kosovë. sa atje i lash. But that's why she said she has to build it up, because now she has to come up with new ideas and Po. she has to repaint Po. them, find the inspiration. Po, se këto për shembull prej gjatë fakultetit, gjatë studimeve që i kom bo, ato, ma shumë janë sikur eksperimente që deri sa të gjenë vetën si artist, të stili, ose Po. të aty ku ti ke ndjeshmëri Now ma shumë. she's building her Të portfolio. pëlqen çfarë lloj arti të pëlqen më shumë që të bësh? Abstract. Right? Abstrakt. Abstrakt. Po. Okay. Pse çfarë është like what is the feeling that abstract gives you that you love so much? Atëherë unë i bëj abstract landscapes. Okay. Ma shumë i ndjej
i ndjej shumë ngjyrat. Këto realet ishe ka edhe fotografi bojnë edhe pikturat edhe që ato janë realizëm, Po. por që ma shumë e ndjej me po loj me ngjyra. She likes the creative side. So Mm. it's something when you look at it and then you can see what I see is different from what you see is different Yeah. from what you see. Pikturat e Yeah. mia janë më shumë ngjyra. Okay. Do ju tregoj edhe ato. Yes. We love to see some of them. Yeah. But I think, art exhibit, I think it's definitely very doable. Qofse ke disa piktura që we can definitely help with that. To do an exhibit or art show or whatever. You can get a lot of, there's a lot of artists actually, Albanian artists that are into art. You can put all of them in one room and do something nice. Falënderit, we have to. Yeah. We have to do it. Another party. Next year, yes. We'll do an art party. Any upcoming projects that you want to share with us? Kam diçka, po jo konkrete. Okay. Një film, hala s'muj me jap detaje, kam Okay. punu me një film në mars vitit arshëm, për aq sa kam informacione për momentin. Film shqiptar apo amerikan? Jo, amerikan. Okay. Amerikan. Është projekt në gjuhë angleze. Edwin loves to ask the question, what's your project you're working on for the future? Everyone's like, I'm still working on it. Wait, let me first do it. Well, I don't know. It depends if they want to talk about it. I'm the type that I like to wait till I do it, and then I'll tell you. Okay. For people that are interested into maybe your art or the murals, or even hire you for scenography. How do you say it in English? Scenography. Scenography. Skenography. Yeah. Is that how you say it? It's like scenography. Scenography. Yeah. Okay. Start from the beginning. Okay. A little more energy, please. So, Albrena, for people that want to, look at your artwork and maybe hire you for murals or even scenography, how do they find you? Your personal Instagram account? My Instagram, my email, Okay. my website. Which is, do you have Albulena Beshiri, right? It's your Instagram? Yeah. Okay. Okay, very nice. Abulina, thank you so much for coming on tonight. We learned a lot about scenography and your art. I'm looking forward to, seeing more of your art exhibit that's coming soon. So let's, follow Albulina Yes. Bechiri so We're we can gonna- know when the your art exhibit is coming out. We're going to chase you in a few months. So you better get working. Yes. So Thank you so we look much. forward to seeing your work. Thank you. I appreciate you. Thank you for the invite. It was an honor to be here. Thank you And so we wish much. you the best of luck. Thank you. Thank Thank you. you. Same to you. Bye. Thank